Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për zhvillimet e fundit politike teksa gjykata kushtetuese mori dhe vendimin e saj në raport me Belinda Ballukun. Por çfarë pritet tashmë të ndodhë në skenën politike pas këtij vendimi? Për trajtuar këtë çështje por e tematika të tjera, ne kemi të ftuar mikun ton të podcastit zotin Grid Roy, i cili gjithashtu drejton dhe një podcast me emrin e tij dhe ju mund ta ndiqni në kanalin e YouTube-it. Zoti Roy, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi që jam këtu me ju. Zoti Roy, me aq sa ju keni mundur të ndiqni zhvillimet e fundit politike në Shqipëri, duke qenë se ju jetoni dhe punoni në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra konkretisht në New York, si e keni parë vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese në raport me Belinda Ballukun? Ishte një vendim i pritshëm, i parashikueshëm. Paria e Tiranës tregon që i ka dhëmbët e ngulura fort në brinjët e popullit shqiptar. Gjykata kushtetuese është vetëm një dorë e zgjatur e Parisë së Tiranës dhe si e tillë mori një vendim që i volit të gjithë Parisë së Tiranës. Siç e kemi thënë më parë në këtë podcast, unë dua ta përsëris sot sepse po vërtetohet për ditë më tepër ajo që kemi parashikuar. Që do të thotë, Paria e Tiranës janë bashkë, janë shumë kompakt, kanë marrë secili rolin e vet. Edi Rama ka marrë rolin e mbrojtjes së sistemit të drejtësisë nga ndërhyrja e SPAK-ut, pra nga ndërhyrja atyre që duan të kapin hajdutët. Sali Berisha ka marrë rolin e zënies së vendit të opozitës, pra nuk lejohet asnjë opozitë reale, çdo lloj opozite duhet të jetë kapur, siç është opozita e Sali Berishës, dhe Ilir Meta ka marrë rolin e heroit, i cili flet nga burgu dhe i çon mesazhe atyre që mendojnë se mund ta lëshojnë në burg. Pra Ilir Meta është duke paguar çmimin, siç e pa thënë në një intervistë më parë, për parinë e Tiranës, por me kusht që t'i ruhet pasuria dhe t'i ruhet familja. Këto janë zhvillimet që nuk ja thot kush popullit shqiptar. Pra këta janë gjithë bashkë dhe secili nga pikpamja e tyre po veprojnë për të mbrojtur sundimin e hajnisë dhe kleptokracisë së tyre. Thënë kjo, gjykata kushtetuese është një organ i cili nuk ka asnjë lloj vlere për sa i përket institucionalizmit. Është një organ i kapur, me njerëz të kapur, me njerëz të kapshëm, të cilët shiten dhe blihen dhe shantazhohen nga shumë kush, nga brenda dhe nga jashtë vendit, mjaftojnë një telefonat, një SMS nga dikush që ju a di pislëqet dhe gjitha pislëqet bëhen publike dhe këta njerëz janë shumë të përthyeshëm për shkak të pislëqeve që kanë bërë në jetë dhe për shkak të pislëqeve që kanë bërë për të mbërritur aty ku janë. Siç e thash dhe në një seri tjetër të podcastit tuaj më parë, përgatitja e tyre profesionale të paktën sa u duk nga seanca e hapur që u bë për rastin Velia, ishte qesharake, ishte e vajtueshme, sepse dukeshin sikur ishin të gjithë përpara një profesori. Pra profesori ishte avokati i qeverisë, që në atë rast ishte Eli Rusmali, dhe të gjithë tjerët ishin nxënës që dëgjonin profesorin dhe që mezi guxonin t'i thonin profesorit që po shiko se mund të jetë edhe ky lloj interpretimi. Pra, një gjykatë kushtetuese me njerëz pa karakter, me njerëz pa arritje profesionale, me njerëz cilët i ka vënë aty paria, do të cilët sipas interesave të Parisë. Ajo që mbriti Edi Rama, se gjithë tani kanë dalë dhe thonë që jo po iku ligjërisht e të tjerë. Këto janë gjitha pralla dhe gjepura. Ajo që mbriti Paria e Tiranës me në krye Edi Ramën ishte që e zgjatën procesin. Procesi tani më është në kalendat greke. Procesi do të kaloj tek ajo që ata do të fillojnë ta shtyjnë, do të gjejnë një mënyrë tjetër ligjore për të thënë që po shikon, siç në fakt ka dalë zoti Rama dhe ka thënë sot që ky ishte një vendim i gabuar, që e hedh në erë shtetin, mund të arrestojnë presidentin. Do të kalojmë edhe aty, Do të kalojmë aty, kështu që këta tani duan thjesht që ta shtyjnë, do të shkojë te komisioni, parashikimi im i radhës është që do ta çojnë te komisioni i Venecias dhe pastaj lum kushtërroj e ta gëzojë, siç ka thënë një poet i famshëm shqiptar. Si është mundur që në këtë rast gjykata kushtetuese, e cila presupozohet të jetë pra në majën e institucionit drejtësisë shqiptare, merr një vendim të atill 4-4, që pavarësisht se është vendim, por që le shumë hapësirë për interpretime, le shumë hapësirë për një gjykim që shkon përtej aspektit të jurisprudencës në këtë rast. Dhe a krijon kjo një precedent të atill që drejtësia duket e friksuar nga pushteti ekzekutiv në këtë rast?
Unë do të përsëris atë që thash pak më parë në një mënyrë tjetër, ndoshta pak më të drejtë për drejtë që t'ja bëj të qartë shikuesve tuaj. Gjykata kushtetuese është pjell e Parisë së Tiranës. Është formuar, bazuar në sistemin e Parisë Tiranës, janë njerëz të kapur nga Paria e Tiranës, janë vendosur aty pikërisht sepse janë të kapur dhe ju dihen vesat. Duke qenë njerëz të kapur, duke qenë njerëz që nuk kanë kurfar integriteti profesional, pavarësisht se nuk do të thotë që nuk kanë arritje profesionale, ato diplomat mund t'i kenë, botimet edhe mund t'i kenë bërë, kjo nuk ka shumë lidhje mundësia atyre për të qenë të aftë. Ata mundet edhe t'i kenë aftësitë për të qenë njerëz me integritet, por nuk kanë integritetin e duhur. Janë njerëz që janë pjell e llumit që ka krijuar Paria e Tiranës. Pra nga llumi mund të dalë vetëm llum. Këta janë një llum më i sofistikuar, këta janë një llum me diploma juridike dhe me specializime pafund juridike. Këta janë një llum që janë shitur dhe bler nga të gjitha palët e Parisë Tiranës, disa nga Edi Rama, disa nga Sali Berisha, disa nga Ilir Meta, disa dhe nga shërbimet huaja që i kanë marrë për specializime, dhe këta veprojnë simbas interesave të atyre që i shantazhojnë më fort. Dhe kjo lloj gjetje nuk është gjetje e re, 4x4 është një mundësi që i jepet gjithkujt që të ketë, që edhe mishit piqet dhe hellit mos digjet. Gjithkujt nga palët që të thonë që ne fituam. Opozita po bërtet, po gërthet me të madhe, fituam. Iku Belinda Balluku. Nga ana e vet qeveria thotë, jo, më nuk ka ikur Belinda Balluku, ky ishte një vendim i padrejtë, ne do ta ankimojmë se kështu nuk funksionon dot shteti. Të gjithë bashkë janë dakord që me këtë lloj cicmici minohet drejtësia reale, minohet kapja e hajdutëve, e kriminalëve dhe mbrojnë interesat dhe pasurinë që kanë vënë të gjithë. Ky është objektivi i tyre, nuk ka, të gjitha të tjerat janë pralla. Pra çdo gjë që do dëgjojnë njerëzit vërdall, në për emisione, të gjitha janë propagandë e trilluar në mënyrë shumë bajate. Asgjë nuk ka të vërtetë. Deri dhe ato kolegët tuaj që më vjen keq që nuk po i përmend me emër, po i përmend si klas kolegësh që marrin informacione ndaç nga prokuroria, ndaç nga policia, ndaç nga Spaku dhe i paraqesin si gjetje gazetarore, nuk kanë asnjë lloj integriteti dhe ata janë vegla të cilat përdoren thjesht për të marrë atë rrogën që marrin nga personat që i përdorin. Zoti Roy, në këtë rast ju thoni se kemi situatë win-win, pra sa i përket qasjes që ka vetë opozita kundrejt rastit Balluku, ashtu dhe sa i përket vetë Ballukut dhe Edi Ramës, por nga ana tjetër edhe drejtësisë në këtë rast gjykatës kushtetuese, e cila duket sikur lan duar në këtë rast dhe mjaftohet me një vendim të tillë. Si mendoni, si është e mundur që drejtësia sillet në këtë mënyrë, po themi, politikisht korrekte në raport me ato që do duhet të jetë? Shikoni, nga ato çka raportohen në media, edhe këtë herë ishte 5-3 raporti dhe një telefonat ndryshoi raportet. Pra, me një telefonat, me një SMS këta ndryshojnë votën. Kishte disa spekulime tjera që njëra nga votat është marrë në kafe, po unë nuk ju besoj shumë këtyre portaleve, sepse portalet janë mjete të shërbimeve të gjitha palëve të ndryshme të cilat i përdorin. Por ajo çka është reale, ajo çka është që njerëzit e shohin që nuk mund ta mohojnë dot ata, që shkon përtej propagandës, është që ky vendim i shërben të tërëve. Pra, unë i ftoj shikuesit tuaj që të mos më besojnë mua, po që ta shohin vetë me sytë e tyre se çfarë do të ndodhë në ditët në vazhdim, se çfarë ka ndodhur në ditët pas vendimit. Gjëja e parë që ka ndodhur është që Belinda Balluku vazhdon të jetë aty ku është. Gjëja e dytë, edhe sikur të ishte vetëm problemi Belinda Ballukut, Belinda Balluku nuk është djalli i kësaj qeverie. Belinda Balluku është vetëm njëra nga hallkat që ka punuar, që ka qenë më e zonja për të zënë një vend kyç në mekanizmin hajdutëror dhe kriminal të Parisë Tiranës dhe më specifikisht të qeverisë aktuale. Por të gjithë të tjerët janë fajtor, nuk ka njeri që është në qeveri që nuk është aq fajtor, përkundrazi më duket sikur Belinda Balluku po përdoret si mbuloj për ca afera të ndyra dhe të poshtra të disa ministrave të tjerë, përfshi dhe një ministër që ka mbaruar në Greqi, që kemi ministër të mbrojtjes Pirro Vëngu.
I cili nga këto që raportohen në jo në detaje, po në periferi të lajmit, duket se ka po aq afera korruptive të cilat po hetohen nga SPAK-u. Pra, dalja e Belinda Ballukut është thjesht një mbulojë, thuhet Belinda. Nga ana tjetër, ky lloj vendimi i shërben edhe opozitës. Opozita tani ka një casus belli, ka një rast për të dalë, për të nxjerrë njerëzit në shesh, dhe nxjerrja e njerëzve në shesh, edhe pse njerëzit nuk i besojnë më, edhe pse gjithë e dinë që nuk ka rikthim më të lavdisë së Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka vdekur si parti. Unë dhe miqtë e mi e kemi thënë para 10 vitesh që i ka mbaruar vaj kandilit ideologjik, i ka mbaruar roli i vet historik. Pra, thjesht vegjeton si një strukturë vot mbledhse, të cilën e përdor Sali Berisha thjesht për interesat e veta dhe të familjes tij. Është më së qartë. Pra, të gjitha këto i shërbejnë opozitës, sepse opozita tani ka një rast për të dalë, për të thënë njerëzve dilni, sepse vetëm ne protestojmë, për ndryshe na mbyti diktatura. Diktatura e këtyre është ajo që këta pasurohen, këta janë të gjithë me tendera, dhe kur i heqin nga parlamenti, këta bëhen inspektorët përgjithshëm të qeverisë. Kjo është opozita që mund të bëjnë këta. Opozita këtyre është ajo që kur Ilir Meta lëshon një sinjal, turret një deputet i Partisë Demokratike në burg për takuar Ilir Metën, sepse ka frikë se mos i dalin aferat që ka bërë me Edi Ramën e të tjera. Pra, këtu flitet për një kazan të madh ku janë të gjithë bashkë. Dhe ky vendim ju shërben të gjithëve. Drejtësia është një, në anglisht i thonë misnomer, është një përdorim i keq i emrit drejtësi. Nuk ka drejtësi në Shqipëri. Në Shqipëri ka palaçollëk, në Shqipëri ka hajni, në Shqipëri ka lum, i cili mbizotron, i cili vishet me firmato, i cili ka bërë miliona dollar, i cili piver $3.000, i cili del në shesh dhe ju shet shqiptarëve dëngla opozitën, ndërkohë që e di boll mirë që vetëm po zapton vendin e një opozite reale. Ka edhe të rinj, të cilët janë po aq të shitur dhe po aq të blerë që dalin dhe përtasin, thjesht sepse duhet mbushur çdo hapësirë e mundshme. Këta duan tokën djerr. Këta nuk duan që shqiptarët të kenë një zë të arsyeshëm, një zë kombëtar, një zë tamam që t'i drejtojnë në drejtimin e duhur, sepse nëse ndodh ajo që ka për t'u ndodhur atyre ka për të qenë një gjë jo fort e këndshme për ta. Zoti Roj, si e komentoni reagimin e kryeministrit Edi Rama në raport me këtë vendim, i cili sot ka thënë se me këtë lloj qasje të drejtësisë, në këtë rast të gjykatës kushtetuese, mund pezullohet edhe presidenti i Republikës. Në këtë rast Edi Rama ka frikë nga funksionimi i drejtësisë që mund goditet edhe ai pas Belinda Ballukut, apo është thjesht një spektakël politik i një lloj narrative që ndërton vet Edi Rama në raport me publikun dhe në raport me drejtësinë? Unë do thoya që përgjigja e pyetjes tuaje, është pyetje e mirë menduar, është që janë të dyja aspektet e asaj që ju sapo thatë, dhe tani do përpiqem ta shtjelloj. Unë mendoj që jemi në një pikë kyçe të përballjes së Parisë së Tiranës me ato që janë ndikimet e huaja, SPAK. Paria e Tiranës e ka kuptuar tani më se SPAK-u do t'i shkojë deri në fund, se me gjithë kontrollin e pjesshëm që ka mbi disa struktura brenda SPAK-ut, nuk do të mund ta pengoj dot daljen e aferave, sepse siç e kemi thënë edhe këtu bashkë më parë, ajo që ka dalë është një përqindje e vogël e pislëkut që kanë bërë ata. Domethënë, Ergys Agasi është një përqindje e vogël e asaj që mund të dalë dhe asaj që mund të shpaloset dhe mund të dalin aferat të një lloj forme të pa menduar më parë nga publiku i gjerë. Dhe e vetmja gjë që ata kanë frikë është që humbja e legitimitetit nga publiku i gjerë, që i gjithë publiku të mendoj atë që duhet mendoj në gjykimin tim, atë që mendoj unë, që këta janë gjithë një pocaqëllëk i madh të bërë gjithë bashkë kundër popullit shqiptar. E vetmja mënyrë që këta bien është që të humbin legitimitetin. Ndaj, dhe ajo që janë duke bërë është që janë duke luftuar gjithë bashkë kundrejt SPAK-ut. Dalja e Edi Ramës është pjesë e detyrës tij. Këtë detyrë ka Edi Rama. Edi Rama sot është më i pushtetshëm, është një pothuaj diktator ballkanik i do thoya edhe me metoda bizantine, dhe puna e tij është që me të gjitha format, me të gjitha mënyrat,
me propagandë më së shumti, duke e bërë bardhën zezë, duke gënjur paturpsisht, të shpëtoj parinë e Tiranës. Si e shpëton parinë e Tiranës? Duke thënë që me këtë lloj drejtësie do ta ham të gjithë vëlla. Këtë është duke thënë ai. Ky është mesazhi që i jep ai drejt për drejt atyre njerëzve që i thurin Diti Rambe si ai kryetari i Bashkisë së Divjakës. Mesazhi për katundarin shqiptar që jep Edi Rama është kjo. Të dashur vëllezër dhe motra, po erdhi kështu puna do ta ham të gjithë. Dhe ne nuk duam ta ham të gjithë dhe do të vazhdojmë të minojmë çdo lloj përpjekje për të pasur drejtësi reale. Ndërkohë ne po ju vjedhim nga pak, po ju e pranoni këtë punë sepse ne na keni, nuk keni njëri tjetër, kështu që më mirë t'ju vjedhim ne që jemi tanët, se sa t'na vjedhi një i huaj. Ky është mesazhi i Edi Ramës. Në fakt, ky është edhe mesazhi i Sali Berishës. Në fakt, ky ishte edhe mesazhi i Ilir Metës në një letër publike e cila u kalua pak si heshtërezi, po për cilën unë do të flas më gjatë në serinë e podcastit tim të radhës sot. Pra, mendoj që paria e Tiranës është tani më haptazi, ka dalë haptazi kundër kësaj drejtësie. Dhe do të përpiqet ta reformoj duke ndërtuar një drejtësi siç ajo që ishte, një drejtësi që ju konvenon atyre, që ju përshtatet atyre, që ju bën atyre punën, ku mund të bëjnë të gjithë gam, të gjithë të bërtasin dhe asgjë të mos dalë dhe të vazhdoj kjo që ka vazhduar sot. Edhe një gjë të fundit ma lejon në këtë pikën e drejtësisë, sepse ata i kanë gjetur disa mënyra për ta delegitimuar këtë drejtësinë e re. Njëra nga mënyrat është që me anë të vettingut numri i gjyqtarëve dhe gjykatësve ka rënë dhe numri i rasteve në gjykim është rritur. Dikush mund të mendojë që kjo ishte një rastësi që nuk e menduan të huajt kur bën reformën. Unë do të thoja me bindje të plot që kjo ishte një parashikim, ishte një aspekt të cilin paria e Tiranës e përdori, e dinte, e futi në rrjedh dhe e përdor duke e pasditur që përpara që do të ndodhte kjo punë, pra bllokimi i rasteve, zvarritja e tyre, zvoglimi i mundësive për qytetarin për të pasur drejtësi, ishte pikërisht arma që këta donin të përdornin dhe që po e përdorin tani, kur e panë që çdo lloj mënyre tjetër, çdo lloj manovre tjetër nuk ju funksionoi. Nisur nga argumenti juaj, a shpjegon kjo lëvizjen e fundit sa i përket Fatmir Xhafait, i cili kërkoi të vizitonte SPAK-un dhe gjykatën e posaçme për të adresuar sugjerimet e tij në raport me sistemin e ri drejtësisë? Po sigurisht, Komisioni Xhafaj nuk është vendosur tani. Komisioni Xhafaj është vendosur para disa vite, paktën 2 vjet më duket nëse nuk gaboj me datat. Por pra, Komisioni Xhafaj nuk është një gjetje e re, nuk është që e gjetëm tani që doli vendimi për Erion Veliajn e të tjera. Komisioni Xhafaj ishte një piket që paria e Tiranës e kishte vënë me kohë, e kishte parashikuar këtë mundësi dhe nëse do të mbërrinim këtu, do dilte reforma e drejtësisë, do dilte çështja e garantizmit politik, se si mund t'i shkelen të drejtat shqiptarëve. Ky është argumenti i kryeministrit. Paturpsisht fare. Si mund t'i shkelen të drejtat shqiptar, po si mund ta bëj drejtësia këtë punë, ti paraburgos njerëzit. Nuk i vinte keq as pak kur paraburgoseshin nënat dhe xhaxhallarët që shisnin 2 copa sallat rrugës. Në fillim të qeverisë vet thonte burg për gjithçka. Pse? Sepse nuk ishte ai që kapej. Tani që duhet kapur ai, duhet jemi garantist. Po nuk mund ta ketë argumentin nga të dyja krahët. Pavarësisht se ai zoti e di veten, kryeministri Rama nuk mund ta marrë nga të dy anët. Në të njëjtën kohë, po të shikoni opozitën, këto fjalë që i them unë nuk i thot opozita. Opozita nuk thot që pritore se nuk na duhet garantizmi, ne na duhet kapen hajdutët, se opozita ka hallin e vet. Kështu që ky është paradoksi ku gjenden shqiptarët, që ngado që ta kapësh, të dele për gërë, më falë për shprehjen. Dhe dajshet e shqiptarët janë të hutuar dhe janë të pa qartë se ku mund të shkojnë. Ndaj dhe këta bllokojnë çdo lloj tentative reale për t'i sqaruar njerëzit, çdo lloj tentative reale për t'u thënë njerëzve që kjo është e vërteta dhe përdorin propagandën e fortë, propagandën e thellë. Deri edhe te komentet e videove këta kanë njerëz të futur të cilët përpiqen të delegjitimojnë çdo zë, cilin do lloj njeriu i cili përpiqet të thotë vërtetën. E megjithatë, unë mendoj që në fundit shqiptarët nuk janë popull budalla dhe kanë filluar ta kuptojnë që këta nuk vlejnë më.
dhe që këtyre ju ka mbaruar ajo që është legitimiteti dhe këta duhet ose të lëshojnë skenën ose t'i largojmë, se ndryshe nuk ka zgjidhje tjetër. Në këtë rast, pas vendimit të gjykatës kushtetuese dhe tashmë paralelisht gjendet edhe kërkesa e SPAK-ut që kërkon heqjen e imunitetit për Belinda Ballokun, a mendoni se kuvendi, po në këtë rast edhe Edi Rama, do të bëjnë lëshimet e tyre në raport me Belinda Ballokun, gjë e cila mund t'i hap rrugën arrestimit të saj? Aspekti i tretë i asaj që ishte vendimi i gjykatës kushtetuese është pikërisht kjo i volit edhe Edi Ramës si figurë politike, sepse në të njëjtën kohë mban peng SPAK-un duke mos dhënë dakordsinë për heqjen e imunitetit, mban peng edhe Belinda Ballokun duke e lënë gjithsesi në dorë të një votimin parlament të cilin ai e kontrollon me një SMS të përgjithshme që ju çon të gjithëve. Deputetët tanë kanë aq integritet sa që me një SMS të kryetarit vrapojnë sikur të jenë duke luajtur në kazino diku në Malzi, ata për një orë ikën në Tiranë, vinë me 180 km/h për të votuar sepse ju ka thënë kryetari. Kështu që ajo që ndodh është që Edi Rama është tani më komod me këtë vendim. Belinda Ballokun e mban peng. Unë nuk besoj që do të ketë heqje të imunitetit, unë mendoj që do të zgjatet kjo punë, nuk ka asnjë shans që të hiqet imuniteti, sepse po ju hoq imuniteti Ballokut, për çfarë do protestoj? Kjo është shkreta opozit, e cila mezi po i mbledh njerëzit dhe po përpiqet ti gënjej duke u thënë që ne po luftojmë korrupsionin. Deri tani kauza e tyre është Balloku. Nuk flasin më për Erion Veliajn ta. Do të thotë që korrupsioni i Erion Velias pas ka qenë më pak i dëmshëm. Nuk flasin më për atë ish ministrin e financave, që dha ai hajdut ishte, dhe hajdut mbetet, pavarësisht se me frytet e vjedhjes që i ka bërë shqiptarëve jeton sot në Zvicër dhe i ka dalë kundër Edi Ramës. Çrëndsi ka kujt i ka dalë kundër? Një hajdut është një hajdut, një hajn është një hajn. Kush ka vjedhur popullin shqiptar është hajn. Dhe nuk i dëgjon më, sepse ju volit tani më që Ahmetaj del në për studio televizive dhe ju jep këtyre municion thjesht për të bërë, siç thash më parë, gam. Pra nuk kanë asgjë realisht askush. Ndaj dhe unë mendoj që zoti Rama është shumë komod dhe nuk ka për ta lëshuar zonjën Balloku, sepse ju jep dhe një kock opozitës për të dalë në protesta, të gjithë janë të kënaqur. Duhet ajo që është interesante është duhet parë që çfarë reagimi real në fakte, në veprime do të ketë ajo letra e Ilir Metës, sepse nuk ishte letër e vogël, ajo ishte letër që Ilir Meta praktikisht ju tregonte të gjithëve që pavarësisht se është në burg ka ende shumë fishek tek automatiku që ka dhe nëse flet Ilir Meta bëhet nami. Unë shpresoj në fakt i bëj thirrje ish kryeministrit dhe ish presidentit që ta gjej Muje Ulqinakun brenda vetes, jo thjesht për mediatizim, po ta gjej aty ku është, ta gjej tamam dhe dalë dhe të flasë, të tregoj shqiptarëve, duke filluar nga vetja, të drejtoj gishtin nga vetja, të po unë kam vjedhur, por kështu ka vjedhur edhe Edi Rama, Sali Berisha, njerëzit e tyre të afërm, familjarët e tyre, këtu është bërë një mafja, të dalë Ilir Meta dhe bëhet heroi shqiptar. Pavarësisht se ka vjedhur, pavarësisht se ka bërë gjithçka, nëse ai vetë sakrifikohet politikisht, ai bëhet heroi shqiptarëve. Ndoshta bëhet dhe ardhmja e shqiptarëve nëse e bën këtë gjë. Po nuk shpresoj shumë tek integriteti i tyre, sepse këta kanë hyrë në politikë për para dhe do dalin nga politika duke ruajtur paratë. Duke përpjekur të ruajnë paratë. Në këtë rast, duke u dalur edhe te letra e Ilir Metës, i cili referoi ngjarjeve të vrasjes së Azem Hajdarit, por më gjërësisht asaj çfarë ndodhi më 21 janar të 2011-s. Ju si mendoni, çfarë kishte si synim kryesor letra e Ilir Metës që adresohej në publik dhe çfarë mendoni se mund të fshihet pas saj dhe nga ana tjetër, a di shumë Ilir Meta sa i përket dosjeve të nxehta qoftë për Sali Berishën, por qoftë ashtu edhe për Edi Ramën? Pikë pari, unë mendoj që letra nuk i adresoj publikut. Po të ishte për publikun, Ilir Meta do ishte njëri nga 3 shtyllat e politikës shqiptare dhe do të vazhdonte të bënte varavingo sa djathtë tas majtas dhe do bënte ca parat mira si për veten edhe për atë 10% e elektoratit të cilën ai e merrte duke i shitur dhe bler votën. Por unë mendoj që Ilir Meta atë letër e kishte për persona specifik
brenda Parisë së Tiranës, për persona të njohur dhe ndoshta edhe të panjohur, njerëz që i luajnë fiet nga mbrapa perdeve, që nuk janë të njohur për publikun e gjerë, dhe të cilëve ai po ju thonte që në gjykimin tim, se unë nuk mund ta di se ç'ka menduar Ilir Meta sigurisht, por bazuar në analizë, unë mendoj që Ilir Meta po mprehte dhëmbët duke ju thënë që unë nuk jam i mbaruar. Ju mendoni se unë jam i mbaruar, ju keni hapur fjalët në Tiranë që unë jam i mbaruar, dhe ndoshta politikisht edhe mundet të jetë i mbaruar zoti Meta, por ai ende ka fishek, ai ende ka dije dhe dijeni të mëdha sepse ka qenë pjesë e llumit të Paris Tiranës duke filluar që nga dita e parë. Le të mos harrojmë që i ka disa merita Ilir Meta. Njëra nga ato merita është që ka qenë pjesë e lëvizjes studentore shqiptare, pra Ilir Meta ka qenë që në fillim të ndryshimeve, pavarësisht se si është sjell, pavarësisht se si është bërë vegël, pavarësisht se ka pasur dhe interesat e veta, pavarësisht se çfarë ka bërë, çfarë ka vjedhur etj. Gjithsesi meritën e të qenit në atë fillim të ndryshimit e ka pasur, e megjithatë pastaj rruga e tij u devijua dhe shkoi drejt asaj që Paria e Tiranës kërkonte, që është hajnia dhe pasurimi dhe rivendosja e strukturës sunduese të ish partisë së vjetër, partisë punës, me kushtet e reja. Këtë kanë realizuar këta, janë bërë bejlerë të ri, kanë zënë vendet ku i kanë, ashtu siç i kanë pasur, me një saktësi të frikshme. Pra kush ka qenë komitet qendror, është bërë mirë, ka marrë 2-3 vende poste etj. Kush ka qenë ministër, ka marrë poste përpjestimisht, e të tjerë. Fëmijët tani janë fëmijët niprit, kush ka qenë ato organet e shërbimeve, janë ata që pastaj lëvizin fiet në dhe e të tjerë. Pra, letra e Ilir Metës duhet të përjetohet nga publiku, mendoj unë, në gjykimin tim, si mënyra se si mendon dhe se si vepron Paria kur nuk ka publik, pas perdeve. Pra, në qoftë se fiket televizori dhe ka një kamerë të fshet, ajo letër tregon se si veprojnë ata, se si ata janë të gjithë në kontakt me njëri tjetrin, se si ata të gjithë shantazhojnë njërin tjetrin me metoda bizantine që i përngjasin vitit 945 e 950. Se si ata, pavarësisht se shahen ditën, puthen natën. Se si ata të gjithë me njëri tjetrin i zgjidhin problemet, duke vendosur kundër pesha, duke thënë që unë kam këtë, më lejo këtë, e të tjera. Kjo, pra letra kishte shumë të vërteta brenda, jo për ato çka thoshte, se nuk e thot do të vërtetën aq hapur Ilir Meta, sepse e di që pastaj ikën koka. Përveç se nëse bëhet i penduar, po ai kishte thënë aty brenda të vërtetën me anë të shpjegimit se si mendon dhe se si vepron Paria kur dritat janë të fikura. Po. Zoti Roy, ditën e hënë Edi Rama udhton drejt Brukselit ku do të takohet me presidentin e Këshillit të Evropës, pra Këshillit Evropian, Antonio Costën. Në këtë rast, ju si shikoni këtë takim ku raportohet se ka zëra të ndryshëm nga Brukseli që i kërkojnë Edi Ramës që të heqë dorë nga Belinda Balloku dhe të mos e mbrojë atë? Pikë pari, këto institucionet evropiane nuk kanë asnjë lloj vlere më. Janë institucione të vdekura. Bashkimi Evropian ekziston vetëm si inerci dhe vetëm si një bashkësi burokratike tani më. Nuk ka më asnjë lloj peshe brenda vendeve evropiane. Më thoni ju, ose pyetni veten, ku ka ndikim të thellë Bashkimi Evropian tani më? Cilën politik të një shteti antar e ndryshon Bashkimi Evropian? Sigurisht që mbeten rregullat, sigurisht e tregtare, sepse Evropa ka nevojë për një treg të përbashkët, sigurisht që mbetet euro, po përtek kësaj shtetet evropiane janë të hapërdara, janë të shpërndara, andaj këtej shumë prej tyre nuk janë dakord me linjën e politikës jashtme të Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian është një farsë e madhe ku është praktikisht një teatër anti-ndryshim, është një teatër anti-presidentit Trump, janë të gjitha instrumenta të një pushteti të vjetër i cili nuk po di se si ta lëshoj ose si ta ndryshoj atë rënien e vet. Problemi është që Evropa tani më ka probleme të tjera, nuk ka problem me Shqipërinë, Evropa ka problemin e luftës që sapo vjen, Evropa ka problemin e
energjisë, të cilën nuk di më nga ta siguroj përveç se nga gazi i lëngëzuar. Evropa ka një rënje industriale të frikshme, Evropa ka një rënje të popullsisë së rinisë dhe mplakje të thellë. Evropa ka probleme me migracionin e palishëm. Evropa e kërkon Shqipërinë si një vend ku të parkoj gjithë llumin që e shoqërive të veta. Pra kushdo që vjen, kur çfarë do lloja prurje që ata e konsiderojnë llum, që vjen në vendet e tyre, ata duan ta parkojnë në Shqipëri dhe zoti Rama ka hapur dyert e Shqipërisë. I kishte hapur përpara, do t'i kishte hapur dhe Sali Berisha, mos keni asnjë lloj dyshimin. Këta edhe Ilir Meta, këta nuk kanë ndonjë dhëmshuri për popullin shqiptar, po ky turp i takon Edi Ramës, sepse ai është kryeminist sot e kaq vite, kështu që nuk mund të fshihet më pas gishtit. Kanë hapur Shqipërinë për ta bërë mbledhsin e llumit të gjithë Evropës. Këtë kanë bërë këta, prandaj ai shkon atje, prandaj ata e dëgjojnë, po të gjithë e njohin shumë mirë se kush është, të gjithë e dinë se sa i lidhur me krimin është, të gjithë e njohin se kush është Sali Berisha, ndaj dhe ja pren atë fjalën për gjysmë atje, sepse e dinë që flet gjëra të cilat nuk qëndrojnë as në tokë, as në qiell shpesh herë. Nuk e ka problem të vërtetën. Të gjithë e njohin se kush janë politika shqiptare dhe i trajtojnë si kriminal të dorës dytë, ama kur ju duhet i përdorin për farsa teatrale, sepse politika ka dy anë, anën e teatrit dhe anën e realitetit. Në realitet ata i njohin, për teatr do t'i presin, e do t'i përcjellin, siç u pritet u përcoll në Washington edhe Gaddafi disa muaj përpara se të ekzekutohej publikisht mes rrugës. Pra, në këtë rast institucionet e drejtësisë që mund të bëjnë atë ndryshim sa mund të bëjnë, do ta kenë mbështetjen veçanërisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jo nga Bashkimi Evropian, që ashtu siç thatë edhe ju, është dukur mjaft i butë në raport me klasën politike shqiptare dhe shpeshherë ka një gjuhë të drujtë sa i përket edhe asaj që ndodh në Shqipëri. Dhe duke mbetur te ky argument, si mendoni tani pas Belinda Ballukut, nëse do të hiqet edhe imuniteti dhe s'pak do të veproj, sa rrezikohet Edi Rama në këtë rast? Shikoni, unë do të kisha shumë dëshirë që të mos ta marrim thjesht si mekanizëm politik, sepse nëse do ta merrnim kështu, edhe është e vërtetë, Edi Rama rrezikohet sigurisht, se nuk ka ku shkon më lart, e kemi thënë herë tjetër në këtë podcast. Pra nuk është risi kjo që sigurisht që Edi Rama rrezikohet. Mirë po, nëse e themi në këtë mënyrë, publiku e percepton sikur bie Edi Rama dhe cila është çfarë vjen më mbrapa Sali Berisha, se s'ka tjetër. Unë mendoj që nuk ka për të ndodhur në këtë mënyrë. Unë mendoj që nëse bie Edi Rama, ose nëse bie realisht njëra prej këmbëve të tavolinës kriminale antishqiptare të Parisit të Tiranës, detyrimisht duhet bien të gjitha. Pra rënja e njërit prej tyre, pra dënimi të themi faktik dhe përfundimtar i njërit prej tyre, dhe bërja e tyre më të pasgjetshëm në krye të vendit, do të dëmtonte dhe do të fillonte procesin e rënimit të gjithë sistemit. Ndaj kështu duhet perceptuar. Pra sigurisht që rrezikohet Edi Rama sepse është i pari vendit edhe është ai që po bën rezistencën më të fortë. Rrezikohet Sali Berisha, i cili vazhdon të mos avokatët e cilit vazhdojnë të mos paraqiten në gjyq, ashtu si dhe avokatët e dhëndrit të tij nuk paraqiten në gjyq, ashtu si avokatët e Erion Velis, të cilët vazhdojnë të ndryshojnë. Ka ndruar 3 palë avokatër Erion Velia, por nuk e thot media këtë. Edhe me anë të ndrrimit të avokatërve ka mundësinë që të vazhdojë të thotë po nuk më kanë dhënë dosjen, dhe nuk paraqiten në gjyq. Vetëm në Shqipëri ndodh që nuk paraqitet në gjyq avokati dhe shtyhet seanca. T'ja thuash një prokurori ose një avokati amerikan këtë, ose një gjykatës amerikan këtë, fillojnë të qeshin dhe mendojnë se ti po bën ndonjë shakat pa kripur. Si nuk paraqitet në gjyq avokati? Po të paraqitet me një këmbë, sepse nëse nuk paraqitet në gjyq avokati, gjykatësi duhet vendosë që të nesërmen është seanca e re me një avokat të përcaktuar kryesisht, dhe nëse vjen apo jo avokati, seanca do të ndodh, do të vazhdoj procesi sepse gjykatësit kanë një kalendar të caktuar të cilin nuk ka zot që lëviz. Sigurisht ka vështirësi objektive, sigurisht ka tekalime të afateve në çdo lloj sistemi drejtësisë, dhe sistemi amerikan dhe sistemi evropian nuk bën ndryshim. Por mund të themi me siguri që abuzimi që i bëhet
kësaj gjëje në Shqipëri është një abuzim qesharak, është një abuzim që rrjedh nga paria e Tiranës. Zoti Roy, Edi Rama ishte në Izrael dhe më pas vizitoi edhe Vatikanin, por nuk e pam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe atje kishte dërguar ministren e jashtme Elisa Spiropali. Në këtë rast, Edi Rama nuk shkon dot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo po i afrohet, po themi pak nga pak, një vizitë të mundshme atje që siç deklarojnë kuvend do të jenë në Shtëpinë e Bardhë me Donald Trump për të firmosur antarësimin në Bordin e Paqes? Për kjo është një pyetje për ambasadën amerikane, unë nuk përfaqësoj ambasadën amerikane, këtu unë përfaqësoj vetëm Gridroin, por unë do thoja që këto thashë themet që vazhdojnë nëpërmjet gazetarëve, se është një kolegja juaj që ka marrë flamurin këto ditë dhe thotë që zoti Rama pas ka shkuar fshehurazi në Amerikë dhe ka deponuar. Nuk e thot si i pandehur apo jo, gjë që është e çuditshme, që zonja gazetare nuk e thot, po thot që pas kësh deponuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një avokat privat për çështjen me Gonigat. Kjo mund të jetë ose jo e vërtet, unë nuk mund ta di dhe duke mos e pasur të konfirmuar në njërin anë apo tjetrën, është pa përgjegjshmëri që të thuhen këto gjëra. Por ajo që unë mund të them është që zoti Rama edhe mund të vizitojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka një mundësi të largët, unë nuk besoj që do ta presin në Shtëpinë e Bardhë, por ka një mundësi të largët që edhe të shkojnë në Shtëpinë e Bardhë dhe ta firmosë edhe Bordin e Paqes, sepse këto janë interesa që shkojnë përtej tij. Pra ai është në këtë rast duke u përdorur për interesa të cilat ai i kupton dhe nuk i japin asgjë Shqipërisë. Ju thatë që zoti Rama vizitoi Izraelin. Çfarë i dha Shqipërisë ajo vizitë? Çfarë përfituan shqiptarët nga ajo vizitë? Kush ishte qëllimi i saj? Kush ishte objektivi i saj? Ishte një vizitë shtetërore, foli në Knesset, shumë mirë bëri që foli, po tha që i dridhen gjunjë. Nuk e kuptova dot këtë lloj shprehje që i dridhen gjunjët, sepse kaq për ulësi, siç i dridheshin gjunjët zyrtarëve shqiptar dikur për Jugosllavinë, edhe pastaj kur u prishëm me Jugosllavinë ju dridhnin gjunjët kur shkonin tek Hrushovi, dhe pastaj kur u prishëm me Hrushovin ju dridheshin gjunjët kur shkonin te Mao Zeduni, dhe pastaj kur u prishëm dhe me Mao Zedunin ju dridheshin gjunjët kur shkonin tek zyra e Komitetit Qendror të atij mërhumit. Nuk e kuptova se duhet i dridheshin gjunjët, pse ishte kaq i emocionuar kryeministri jon për një vizitë e cila shqiptarëve nuk besoj se i solli gjë. Nuk pruri me vete as investime, nuk pruri me vete as ndonjë marrëveshje armësh, pavarësisht se ka disa marrëveshje të pa publikuara që ne marrim disa lloje armësh nga Izraeli, por një lloj mbrojtje nga Izraeli, por nuk u publikua asgjë. Ishte një vizitë shtetërore e nivelit më të lartë ku zoti Rama mori vetëm blatime personale. Pra kjo është duke sikur ishte një vizitë e Edi Ramës për t'i thënë Amerikës që unë kam Izraelin në krah dhe do ta keni vështirë të më thyeni. Përtej asaj unë nuk pash asnjë lloj nga ana diplomatike, asnjë lloj suksesi të zotit Rama. Nuk është ai i pari që ka vendosur marrëdhëniet me Izraelin, nuk është ai i pari që ka vënë në dukje që shqiptarët kanë qenë një popull që i ka mbrojtur Hebretëse. Ne kemi, dhe nuk është çështje që kemi mbrojtur Hebret, do kishim mbrojtur çdo që të ishte, sikur të ishin alienët të ishin në Shqipëri, ne do t'i mbrojmë sepse kultura jonë është e tillë, kemi kulturën e besës, dhe kjo është një gjë që duhet na bëj krenar, por nga ana vizita diplomatike bëhen për arsye interesash, nga ana interesave të shteteve unë nuk pash asnjë lloj përfitimi. Kështu që kështu i ftoj ta gjykojnë edhe njerëzit, ta shohin dhe të pyesin veten, ore çana solli kjo vizitë e tij? Pse duhet kryeministri jon të shkojë atje? Për t'ju kthyer pjesës vizitës në Amerikë. Unë e përmenda pak më parë. Shtetet e mëdha ftojnë këdo, të cilin do, për të ardhur në momente të ndryshme, dhe nëse ju intereson, nëse ju duhet kjo firma e tij për të legjitimuar një bord paqe, i cili do të konkuronte organizma ndërkombëtar siç janë OKB-ja e tjerë, ata do ta bëjnë, do ta ftojnë, do ta presin, do ta përcjellin, por kjo nuk do të thotë që zoti Rama i ka punët mirë me Amerikën. Unë edhe një herë kam dyshimet e mia, nuk mendoj që do ta presi kush në Shtëpinë e Bardhë, por do gjejnë, ka mënyra të tjera për të gjetur, për ta trajtuar atë mirë mjaftueshëm sa ai t'ju thotë shqiptarëve që ja mua më do Donald Trumpi, dhe nga ana tjetër të vazhdoj punët e veta.
Një gjë e fundit që duhet t'ju rikujtoj. Presidenti Trump është ndryshe nga presidentet e tjerë, ndryshe. Është disi më ndryshe, sepse ka një kujtesë shumë të fortë. Dhe unë mendoj që nuk harron kollaj çka është thënë, sidomos kur flitet për të personalisht. Dhe unë mendoj që ka dieni ose nëse nuk e ka të fortë të qartë në kujtesë, ka njerëz që do t'ja rikujtojnë që ky personi në fjalë ka bërë disa deklarata në fund vitit 2015, fillim vitit 2016, tek të cilat ai kushtëzonte misin shqiptar-amerikane me zgjedhjen apo jo të Hillary Clintonit presidente. Kjo është diçka që mua më pengon të besoj plotësisht që ai do të pritet në shtëpinë e bardhë me të gjitha salltanetet. Po edhe nëse pritet, nuk ka asnjë lloj mundësie që ai të ketë zgjidhur punët thjesht me një pritje, sepse siç e thash, e trajtojnë si shërbëtor, ju duhet në këtë pikë, dhe shërbëtorit i tregohet pjesa e mirë e shtëpisë, i thuhet hajde se na duhesh, vëre këtë firmë këtu dhe pastaj shohim e bëjmë. Megjithatë, para pak ditësh, gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung shkruante se Vjosa Osmani e takoi në Davos pra presidentin amerikan Donald Trump, pra ishte ajo e pranishme aty për të firmosur, përmes Edi Ramës, duke qenë se ky i fundit ka raporte mjaft mira me dhëndrin e Donald Trump, Jared Kushner. Në këtë rast, se ky më shumë duke një shkrim gati në kufit e thashë themit, por në këtë rast Edi Rama po i përmison marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo jemi në fazën që ju e përmendët pak më parë? Shikoni, unë nuk kam përgjigje për pyetjet të cilat vetëm shërbimet mund t'ju përgjigjen. Unë do t'ju kujtoj diçka që Gjermania ka shërbime të forta, cilat kanë lidhje me gazeta të forta, me gazeta të mëdha. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shërbime, kanë gati 18 agjenci shërbimesh të ndryshme, të cilat ndërveprojnë bashkë nga drejtoria e informacionit kombëtar, kështu që edhe ata kanë shërbime të forta dhe se kushi kanë ndikimet e tyre, një shkrim në gazetë është gjëja më e thjeshtë për të bërë për shërbime serioze. E bëjnë shërbimet shqiptare nëpër portale, nëpër gjëra, jo më shërbimet e shteteve të mëdha, të cilat kanë mjete shumë herë më të mëdha se sa tonat. Kështu që një artikull gazete nuk do të merrej si provë, shumë artikuj gazete kanë dalë, edhe do të dalin. Ka gazeta të caktuara të cilat njihen si përçuese të mesazheve të shërbimeve përkatëse. Është për shembull gazeta Telegraf në Angli, e cila dihet që kur shkruan diçka për gjeostrategjinë, ka gjithsesi një prapavi mbrapa. E të tjera, gjitha vendet i kanë këto. Unë nuk do të ndalesha fort tek pjesa e thashë themit. Doja të dilja tek pjesa e presidentes Osmani, e cila ka krijuar një raport shumë të mirë me administratën dhe kjo është gjë e mirë. Kjo është gjë e mirë sepse është si tip kundërpeshe, është si një lloj kundërpeshe ndaj marrëdhënies shumë të keqe që ka kryeministri aktual i Kosovës dhe për të mirën e shqiptarëve, për të mirën e Kosovës, është mirë që presidentja e Kosovës të ketë marrëdhënie të mira. Pastaj, nëse kjo do të përdoret për të mirën e Kosovës, për të mirën e ardhmërisë së shqiptarëve, për atë që vetëvendosja e thonte më të madhe në atë fillim, po që tani e ka harruar, që është bashkimi i shqiptarëve e të tjerë, kjo mbetet për tu parë, veprimet i përcaktojnë qeverisjet. Deri më tani vetëvendosja nuk ka dhënë shumë shpresë me këtë qeverinë e re, por duhet dhënë gjithkujt një shans. Unë vazhdoj të mendoj që është një skandal i tmerrshëm shtetëror dhe kombëtar që asnjë nga autoritetet aktuale në Kosovë nuk e vendos si parakusht të çdo lloj bisedimi lirimin nga një gjykatë tërësisht e kapur dhe e korruptuar dhe e informuar nga shërbimet serbe siç është gjykata e Hagës, duhen liruar i pari ish presidenti i Kosovës, është personaliteti i Kosovës, sado armik ta kenë ata, sado frikë ta kenë ata, Hashim Thaçi duhet lirohet sot. Ka 5 vjet e gjysmë që është në paraburgim, një person që është paraqitur vetë përpara gjykatës, pavarësisht se kishte mbrojtje nga institucionet e vendit vet, pavarësisht se ishte në pushtet. Pra, mos lirimi i Hashim Thaçit dhe të gjithë tjerëve, Kadri Veselit e të gjithë tjerëve, është një njoll e zezë, e pashlyeshme asaj gjykate, ajo gjykatë është farsë dhe fakti që asnjë nga autoritetet e Kosovës nuk ka guximin ta vendosë si parakusht, është në turpin e tyre, do të ngelet turp historik kombëtar edhe për presidenten Osmani, edhe për kryeministrin Kurti.
Pastaj, a kanë defekte komandantët nga pikpamja politike? Këto janë çështje që edhe mund të diskutojmë. Nëse kanë shkelur ligjin për një arsye për një tjetër, ka gjykata në Kosovë, tani më Albin Kurti ka mbi 50% të votës, kontrollon gjithçka, le të gjykohen në Kosovë, nuk jam kundër unë asaj, por herojtë e popullit shqiptar nuk duhet lënë trajtuar në këtë mënyrë, sepse Hashim Thaçi dhe gjithë ata që janë në Hag janë pa dyshimin më të vogël herojtë e popullit shqiptar. Zoti Roy, dhe i pyetje fundit duke u fokusuar te Kosova dhe Shqipëria, si mendoni, pse nuk janë ato raporte që do të duhet të ishin në aspektin e një lloji bashkëpunimi shumë herë më të fortë dhe në këtë rast për të shkuar për te nateve personale shpeshherë që kanë ndodhur midis Albin Kurtit dhe Edi Ramës. Dhe në këtë rast si gjendet Kosova dhe vetë Shqipëria në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës si referencë po themi në rajonin e Ballkanit Perëndimor? Unë siç e thash pak më parë kam kritikat e mia të mëdha për Albin Kurtin dhe për Vjosa Osmanin dhe mënyrën se si kanë qeverisur këto vitet e fundit. Por në këtë rast më duhet të them, duhet të jemi objektiv. Albin Kurti ka të vetat, por në këtë rast fajin e ka Paria e Tiranës. Paria e Tiranës e ka frikë të tmerrshme Kosovën, e ka frikë të tmerrshme mendsinë e popullit Kosovës, është një mendësi thelbësisht kombëtariste. Edhe Albin Kurti në pushtet ka ardhur me kombëtarizëm, tani e ka shndruar në fals kombëtarizëm, kosmopolit, ndoshta e ka pasur që në fillim në këtë mënyrë dhe ishim dhe ata që e mbështetën u entuziazmuan jashtë radhe, por kjo mbetet për historinë pastaj, por nuk mund të fitohen zgjedhjet në Kosovë pa pasur të paktën paraqitje identitare përpara popullit Kosovës. Për shkaqe historike, për shkaqe të ndryshme të cilat nuk është vendi të diskutojmë, këtu janë të njohura. Por në rastin e marrëdhënieve midis Tiranës dhe Prishtinës, Tirana e sheh Prishtinën me shumë frikë, sepse çdo lloj afirmimi i identitetit kombëtar, një shteti me identitet kombëtar, vendos në pikpyetje ekzistencën e vet Parisë Tiranës. Paria e Tiranës nuk kërkon bashkimin e shqiptarëve, sepse nuk do të ekzistonte më në këtë formë që është. Nuk do të kishte më mundësitë që të luante kaq hapur me antishqiptarinë e vet. Ndaj dhe unë mendoj që Edi Rama ka qenë një nga aktorët më negativ të marrëdhënieve me Prishtinën. Edi Rama së bashku me Sali Berishën, se gjithë harrojnë, sot Sali Berisha i thur Diti Rambe, ish të ndjerit president të partë Kosovës, por nuk është që i kishin mirë, nuk i kishin mirë marrëdhëniet, madje për shumë kohë nuk flisnin me njëri tjetrin. Sali Berisha sot gëzon një popularitet brenda qarqeve të LDK-s, mirë po siç po shihet, LDK-ja është një parti e cila ka rënë në pozita neotitiste dhe ka dalë nga shtrati kombëtarist, pavarësisht njerëzve që kanë luftuar në UÇK e të tjera, është vendosur në pozita haptasi neotitiste dhe mbështetet nga qarqe të tilla, duhet të thënë edhe kjo. Pra, këtu kemi të bëjmë me një përplasje e cila ushqehet nga shërbimet e huaja, e cila ushqehet nga interesat e ngushta të Parisë së Tiranës, e cila ushqehet nga meskiniteti i politikës shqiptare. Të dyja palët janë fajtore, pra nuk është që nuk ka faj dhe në Kosovë, por më së shumti faj për këtë i bie Tiranës. Unë në librin tim që në 2013 pata parashikuar se boshti i kombëtarizmit shqiptar ishte në zhvendosje sipër e tani më mund të themi është zhvendosur nga Tirana, që ishte si kryeqendra e shqiptarisë, sepse është kryeqyteti i shtetit të pranuar të shqiptarëve, pra gjithë bota e pranon Shqipërinë si shteti i shqiptarëve, pavarësisht se qeveria është antishqiptare dhe opozita është antishqiptare dhe paria është antishqiptare. Po ky bosht po zhvendoset drejt aksit Prishtinë-Shkup. Tani aty në atë bosht ka ndërhyrje të mëdha, ka ndërhyrje nga shumë qarqe të huaja. Në Shkup kemi një ndërhyrje nga Turqia, shumë të fortë e të tjerë, por gjithsesi boshti kombëtar shqiptar është i drejtuar në vijën Prishtinë-Shkup dhe kombëtarizmi shqiptar aty e ka të ardhmen, jo më në Tiranë. Zoti Roy, unë ju falenderoj për gjitha mendimet, opinionet dhe analizën tuaj këtu në Agora News.
Faleminderit ju për ftesën. Kënaqësi. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.